Selam, hoqë thot, vajza ka hise, vajza martume, ka hise kur baba shet shtëpin. Pa, si pas mësimeve islame. Aleikum selam. Ka hise, në trashëgimin të cilën e lën baba dhe nëna familja, ka hise, vajza po. Ka hise njëjtë, si kurse të më thonë, kanë hise djenë mirë, po se cilë ka hise në caktume, apo përqindjen e hise se ka të caktume. Djali 2 hise, vajza 1 hise, dhe më thonë, nëse e ka jo një vlla dhe kanë qitë një shpi, për shembull 30.000 euro, 20.000 djali, 10.000 vajza. Mirë po, kjo normal masi edhe t'ju i për hisja kretë antarëve tjerë të familjes, të cilët janë trashëgimtar të asaj familje. Këtu nuk du të këtë që kuptohet 1 hise vajza 2 djali, për arsye se gjysën e hisës tjetër, vajza ka të bashorti e vetë, kemi shpjegu këta ma herët, e gjysën e ka të baba. Dhe më thamë, kurse djali ka vetëm hisën e vetë, për arsye saj, s'ka kahmer hisë tjetër. Kjo është ajo, me drejta, me sakta, që duhet me pas parasysh. Edhe vlezërit pashtu e baba nuk bën me thonë se une nuk e abë dhondrit hisën. A i s'ka hisën shpita, me ti nuk jeti adhon dhondrit, ti jeti adhon vajzës tane, e cila ka linë që aty, është rritë që aty. Edhe dhondri nuk ka drejt pastaj me amarë gruz vetë atë pasoni, po i mbetet vajzës këtë rast, gruz ti ajo që ka të dënë banë. Nëse ajo dënë me dhonë dhurat, ose me eshtin shpit bashortit që është shpia vetë, atër alhamdulillah, për ndryshe s'ka drejt me marë dhondri prej gruas me dhunë atë pasoni.